Në zbatimin e 406 të Kodit të Procedurës Penale, dënimi përfundimisht Panderit Shaban, Rushit Norja, i datimit 13/1932 me 25 vjet burgim. Seancën e deklarohet konjuntur. Është mbyllur kështu në gjykatën e shkallës së parë një nga proceset më të bujshme në ngarkim të monstrës së Durrësit, 80-vjeçari Çaban Norja, i cili masakroi 18-vjeçarin Aishe Vata, me të cilën kishte lidhje intime prej 4 vitesh dhe prisin një fëmijë. Në fjalën e fundit para trupit gjykues, pak minuta para dhënies së vendimit, avokati mbrojtës ka kërkuar falje në emër të pandehurit Norja për familjen e viktimës, një pendesë që është shprehur më vonë edhe nga vetë 80-vjeçari. Në radhë të parë i kërkon të falur viktimës Aishe, e cila hyri në dhe shumë para kohë, prindërve dhe njerëzve të saj, vetes që nuk gjykoi siç duhet në rrethanat e krijuar të momentit e nuk jeti zgjidhje në dorë. Vetëm unë dhe Zoti e dim sa jam penduar, janë fjalët e fundit që ka thënë 80-vjeçari, i cili u gjykua me procedurë të shkurtuar, nga ku përfitoi ulje të masës së dënimit nga burgimi i përjetshëm në 25 vite burg. Ngjarje e rëndë që tronditi mbar opinionin publik u shënua në Xhavzotaj, në vendin ku jetonin autori dhe viktima, natën e 10 tetorit të vitit të shkuar. Vetëm mëngjesin e nesërm, një banor i zonës gjeti trupin pa kokë të 18-vjeçares në një armë misër, duke sjellë në vëmendje një tjetër ngjarje horror pas asaj të Liliana Arapit në Korçë. Hetimet çuan në kapjen e autorit dhe zbulimin e shtatzanisë së 18-vjeçares Vata, që do të nxirrte në dritë një histori abuzimi seksual që në moshën 14-vjeçare. Pas pranimit të fajit pas arrestimit, Norja deklaroi se shkaku i vrasjes makabre ishte se 18-vjeçaria nuk pranonte të abortonte fëmijën 4 muajsh që rriste në bark për shkak se ishte besimtare. Ashtu si gjatë gjithë procesit gjyqësor, edhe në seancën përmbyllse, asnjë nga familjarët e autorit të ngjarjes nuk kanë qenë në sallën e gjyqit, duke shprehur në heshtje se nuk arrin ta falin 80-vjeçarin Norja, që gjithmonë do të njihet si monstra i Durrësit.